situatës të ardhur nga alerti me datën 5 titrit 2025, ashtu edhe me 14 mars 2025, për dy polari jo të qarkut Shkodër, po të qarkut Durrës, kemi marrë masat tona të nevojshme, të cilat për monitorimin e produktit të vezës, pasi është shfaq smundja e influencës aviare. Subjektet që janë monitoruar dhe kontrolluar nga ana jonë kanë qenë rreth 306 subjekte, që janë subjekte që kanë pasur problematikat më parshme, subjekte që kanë përdorim vezës të lanë të parë për punimin, subjektet e shitjes së vezëve dhe marketet që janë për konsumatorin. Gjatë këtyre kontrolleve ka pasur 2 raste për vezën, që ka pasur 2 raste të produkteve të skaduara, ku janë marrë masë administrative me gjop. Ndërsa për pjesën tjetër, situata ka qenë në kontroll, e cila vazhdon me monitorimin e përditshëm. Ndërsa për pjesën e planit të kontrollit, që është 2 raste kanë qenë raste flagrante, cila është hapur inspektimarës, kanë qenë raste të kushtet e flagrancës. Për sa i përket planit vjetor të miratuar nga Ministria, gjatë muajit mars ne kemi pasur rreth 180 subjekte në kontroll, po ashtu kemi pasur një kontroll dhe monitorim të marrjes mostrave të produkteve të ndryshme për konsumatorin. Gjatë këtyre rasteve kemi pasur 17 masa administrative para lajmërim ndër subjekte dhe 6 masa administrative me gjop për produkte ushqimore me probleme.